Un kam studio Grida Duman edhe është kënaqësi që ti pranove. Kënaqësi me ty në çdo moment. Okej, faleminderit. Jo, erdhe nga Durrësi. Është një gjë e fortë që të mban lidhur akoma me qytetin. Ke parasysh kur gjithë duam të kthehemi në shtëpi, Okay. në shtëpi. Domethënë ka disa njerëz që na kthejnë në shtëpi, ka disa rrugë që na kthejnë në shtëpi, megjithëse mund mos jetë më. Shtëpia ime e fëmirisë nuk është më, ne e kemi shitur. Okej. Por po të ecësh te rrugët e tua të fëmirisë, po të ecësh me njerëzit me cilët je rritur, duket sikur kthehesh në çik në shtëpi. Gjeneratat kanë ndryshuar, nuk janë të njëjtat. Unë s'po përpiqem që të gjejmë ndonjëherë në një arsye në gjeneratat që ndryshojnë, se gjithë secili do duhet lexoj kohën, po dua të them po diskutoja pak ose po diskutonin bashkë një javë përpara, po lexoja raportin e Berzhit që nuk e dija e lexove edhe ti. Kam përshtypjen që tregon se 47% në 2017, në zgjedhjet e 2017-s nuk kanë dalë, kanë bojkotuar me koshiencë të plot zgjedhjet. Dhe brenda këtij 47%-shit në mazhorancë të rinj, grup mosha 18 deri 26 vjeç, moshë vitale për një analizë për ta çuar drejt votës dhe nuk e bën. Unë besoj që sa herë vinë zgjedhjet ju kushdo që është në politikë, pavarësisht krahut, i fusni në refene dhe në analizë, përpiqeni që të kuptoni më si ti incentivojmë këta. Jo vetëm kur vinë zgjedhjet, po mbani parasysh që një herë pasur të rinjt me vete i ke me dekada, sepse nëse nis me një 18 vjeçar, presupozohet që angazhimi i tij, nëse bëhet pak tërheqës brenda politikës, këtë individ, këtë të ri ti do e kesh gjatë në politikë, pra është investim i madh tek rinia. Padyshim është problemi i madh shqiptar, por nuk është vetëm shqiptar, le të pranojmë që lexoja studime të tilla për Britaninë e Madhe, lexoj të tilla studime për Amerikën që ka të bëjë me një bashkësi gjërash që influencojnë që të rinjt ta kenë, le të themi, ta shohin politikën me një lloj përçmimi. Dhe nëse kjo është e arsyeshme ose jo në pikpamjen tonë, ne duhet bëjmë 3 hapa mbrapa të mendohemi pse. Sepse derisa ndodh është një realitet që është faktik edhe është i arsyeshëm në një farë mënyrë. Po siç e lexon ti si njeri i shkencave sociale, është rebelizmi i moshës që nga familja deri tek ata që duan të marrin vendime për jetën e kujdo, përfshirë edhe politikanët. Rebelizmin këta të fundit pra të rinjt ja shfaqin hapur duke mos votuar? Jo, nuk është rebelizëm. Më shumë është përçmim, është indiferentizëm dhe le ta themi është shikoni, sot të rinjt me të drejtë, dhe unë asnjëherë nuk do hyj në gjykime që në kohën tonë ishte më mirë, se këto janë shumë tira, absolute, si dhe ti, se ka plot që e thonë këto, në kohën tonë ishte ndryshe, çdo brez thot gjithmonë, në kohën tonë ishte ndryshe. Një kohë ka për të gjithë, që domethënë koha e secilit është koha e vet. Dhe në kohën që jeton sot rinia shqiptare, ka 2 probleme madhore, siç e shohun. Së pari çështja e shoqërizimit, sa shumë jetojnë bashkë me njëri tjetrin dhe sfida e madhe që janë sot rrjetet sociale. Ne na duket sikur ata duke parë ekranin e telefonit, apo duke marrë pjesë në Facebook, apo duke shkruar një koment në postë time, janë duke bërë jetë shoqërore. Në fakt nuk janë duke bërë një jetë plotësisht vetmitare. Çka do të thotë që të komunikosh me ekranin nuk do të thotë nuk zëvendëson kurrë atë që është komunikosh me miqt live, drejt për drejt. Edhe e kemi parë janë virale momentet në të cilat ne shikojmë se si ulen 5-6 të rinj në një tavolinë dhe në fakt janë të gjithë tek telefoni dhe nuk janë tek biseda me njëri tjetrin. Epoka e këtij konsumi ku komunikimi ndodh online ka larguar atë që është kënaqësia në grup, kënaqësinë e kampingut, kënaqësinë e ecjes bashkë, kënaqësinë e bërit gjëra bashkë. Se politika në fakt është loja e grupit. Në fund fare, politika kërkon një kompromis të madh. Kushdo që merr pjesë në politik di që arti më i madh në politikë është të shërgosh dhomët dhe të bësh durim atëherë kur disa gjëra nuk shkojnë ashtu siç do ti, por që ecin sipas grupit. Dhe her pas here duken fare jo tërheqëse nga jashtë, sepse flitet me fjalë përgjithshme, flitet me idealizma që ndoshta të rinjt i duken sikur janë vetëm fjalë dhe nuk bëhen kurrë etj. Dhe ka edhe një gjë tjetër. Sot është komunikimi i shpejt, është jeta e shpejt, është ego e shpejt. Ego, unë nuk e gjykoj asnjëherë njeriu egoist. Qartë. Mirë, po ego duhet kanalizuar në krijimtari që të bëhet ambicie dhe të bëhet arritje. Ego e lën vetëm në ankimim dhe në justifikime, nuk bëhet kurrë një arritje. Dhe ky është problemi që kemi ne. Politika nuk bën, le ta lëm. Mirë, po ta mendosh pak. Politika nuk bën, le ta lëm, politika pastaj bën atë që nuk e bën më jetën tënde, se ti s'more pjesë aty. Çka do thotë që padyshim, programet politike i drejtohen pak në fakt shqetësimeve për rinin. Ju po të shikoni,
as që mund ta gjykoj unë dot rinin shqiptare që nuk është aktive në kuptimin e thellë politik. E di pse? Sepse për mua greva e studentëve që ndodhi pak kohë më parë ishte thelbësisht politike. Si ishte partive politike. Dikush ta ishte futi duart njëra apo tjetra parti, tash s'po vim se diskutimi. Kishin qartësisht shqetësime që nëse do të ishin apo jo të partive. Okay. Por si lëvizje ishte lëvizje politike e shkëlqyer. Nëse kam parë unë më në fund batutën politike e kam parë tek ajo greve studentëve. Pra janë qenie politike. Edhe një herë, unë thash nëse i vendosemi në logjikën e ndonjë moralisti që do thotë ore dëgjoj, po si t'ja bëjmë këtyre të rinjve, të cilët rrjedhimisht me zirë shtohen apo i mbledh, shembulli që më tregove, është që kur duan, bëhen bashk. Okej, i përçajni prishin rrugës. Ndoshta që te dita dytë, por kur duhan një qëllim patjetër, janë energjinë e plot, janë agresivitetin e plot për ta bërë këtë. Kush e ka fajin një sens, ose nëse mundet edhe mund mos thuash shive s'po ndajm faje fare në këtë rast, po a ka një përgjegjësi midis familjes që të shtyn, shkollës që po ashtu të tregon ca përgjegjësi qytetari që i ke, dhe flas për gjimnazet përgjithsisht se në skajt gjimnazit, në kërcim me universitetin është mosha votimit. Ashtu është. Apo përfshirë edhe grupimet dhe formacionet politike të cilat o të rreshtojnë për ca ditë pushime në jug edhe duke si ushtar, ose nga ana tjetër nuk kanë çfarë të ofrojnë dhe njerëzit nuk afrohen se s'kanë interes direkt. Përfshirë, pra po flas për të rinë gjithmonë. Shikoj këtë dinamikën nga familja deri te partia. Pra për të qenë në politik, le të themi. Më parë ne mendonim që po të kishim antarët e partisë, maman dhe babain, do të kishim dhe fëmijën. Këtu diskutimi ishte para 5 apo 6 viteve, logjikoj, kur ne kur bëjmë sondazhe, kalkulimet tona politike të votuesit, presupozojmë që një familje e djathtë duhet që edhe fëmijët të ketë me qasje dhe me qëndrim të djathtë. Kjo nuk ndodh. Edhe pse po të shoh me vëmendje se paska qenë si çështje besimi kjo punë. Si trascendencë besimi që është babai i këtij besimi edhe është familja rrjedhë. Është normale, no, sepse nëse prindrit flasin me pasion për një kah politik apo një tjetër, patjetër fëmia rritet aty. Është njësoj sikur të flasin për kulturën, për shije dhe të tjerë. Trashëgohen në një farë mënyre. Mirë, po çfarë na ka ndodhur tani në Shqipëri? Parë për të qenurit pjesë e një partie politike, parë si sociologe. Jo, prindrit bëhen me qasjen e fëmijëve. Domethënë, nga që e ardhmja në Shqipëri automatikisht dal nga një situatë vështirësisë ekonomike, varfërisë, periudhës tranzicionit e tjerë, prindrit shqiptar në një mënyrë apo një tjetër për mua në përgjithësi janë heroik, sepse unë e them shpesh, bëjnë për fëmijët e tyre gjëra që nuk mund të bëhen për 3 breza. Pra, duan t'i lënë dhe një shtëpi, duan t'i japin një shkollë të paguar mirë, mundësisht t'i veshin më mirë se sa të tjerët, pra të bëjnë funksione të cilat në botë mund të jenë bërë brenda, ne i duam në një brez që janë bërë në 3 breza, trashëgimi, shkollë e tjerë. Mirë, po dhe çfarë bëjnë? Sakrifikohen dhe flijohen plotësisht që fëmia e tyre të eci. Për gjërat që ata s'kan pasur, duan që fëmia t'i ketë gjitha. Dhe qasjet e fëmijëve na janë kthyer unë i lexoj që janë kthyer në qasjet e prindërve. Nuk kemi më fëmijë që shkojnë pas idesë prindit, po kemi prindër të cilët influencohen nga interesat, le të themi, kontraktuale të fëmijëve në politikë. Unë nuk e di a do ta quhesh provokacion, po vetëm pas pak do të jap shifrat e ndjekësve tipit, okay, unë e di që jo gjithmonë detyrimisht shifrat e ndjekësve në rrjetet sociale përkthejnë një audiencë të re. Ka edhe njerëz të çfarëdo lloj moshe që sot shqyr 3-4 vitet e fundit kanë filluar të kuptojnë si funksionon Facebooku. Ke njerëz të rreshtuar të administratave në çdo kohë se duhet patjetër të ndiqni njërin apo tjetrin nga udhëheqësit dhe jo gjithmonë numrat japin një, le të themi, një parafrim logjik se a janë të rinjt aty mbrapa. Por për këtë do të pyes vetëm pas pak, çfarë këngësh dëgjon ti në makinë kur je në makinë në rrugët Tiranë-Durrës, Tiranë? Shumë unë kam bërë dhe një stil timin tani që filloj të dëgjoj dhe dokumentar në makinë. Netflix dokumentar. Dëgjon podcastet. Po. Okay. Podcastet janë fantastike fare dhe nuk e besoja kurrë që mund kishte 1 milion shikues për të dëgjuar një dëgjues për një podcast. Është realiteti i jashtëzakonshëm podcastet, ja. Por nuk du të bëhen fare se ata individët që thonë dëgjoj muzikë klasike etj. Unë jam rritur me mama violiniste, por nuk e kam këtë stilin për ta thënë këtë pafund. Okay. Duhet dëgjuar muzikë happy, e lumtur, e këndshme. Qoftë kjo shqiptare etj. Ritmike, sepse ka nevojë plotësisht trupi. Kan po aq, kontaktin tani pothuajse direkt dhe të parin fare me
Facebook e Instagram, e gjithmonë ku personazhet politik përpiqen që të jenë aty, pra kam përshtypjen shumë sy po t'i marrim ti anketojmë janë sy të rinj, rrjedhimisht mendje të grup moshave të reja, më rezulton që i pari me ndjekës është kryeministri Rama. 1.079.000. Nuk ka një diferencë shumë të madhe nga ish kryeministri dhe ish presidenti Berisha. 1.062 ka Berisha. Ndërkohë nuk kap dot pothuajse gjysmën e këtyre të dyve. Kryetari aktual i opozitës Lulzim Basha ka 574.000. Okej, është më poshtë Erion Veliaj në raport me zotin Basha. A do të vazhdoj apo ta lë me kaq? Jo, do të vazhdoj me emra. Çështja jo, nuk ka rëndësi. Okay. Por ndërkohë, dua të vendos te 3 siglat kryesore. PD-ja si sigël politike në ndjekës në rrjetet sociale ka 324.000 në raport me 203.000 që kanë Lëvizja Socialiste për Integrim dhe 188.000 në këtë chartin më dalin socialistët të tretët. Shiko, duhen lexuar, të dhënat dhe leximi i tyre kërkon interpretim profesional. Okej. Tani, përpiqu të mendosh sikur sigurimi jashtë shumica prej këtyre, patjetër. Ti këtu ka ardhur si jashtë. Dhe është, përpiqu të kuptosh që mbas tyre ka shumë të rinj. Tani këta të rinj që nuk incentivohen apo nuk gjejnë një formë, nuk gjejnë një motiv për të votuar. Ndjekës janë të këtyre njerëzve. Tani, sa i përket rrjeteve sociale, ne e dimë që sot Facebooku, sidomos Facebooku, është një platformë e rrjeteve e cila kërkon shumë investim në fakt në para. Çka do të thotë? 1 investim dhe 2 jetëgjatësi. Domethënë, nëse ke qenë në politik gjatë, kjo do të thotë që ke akumuluar ndjekës në vite. Gjë të cilën ti, përveç faktit që duhet ta investosh, pra të hedhësh para brenda accountit Facebookut, pra llogarisë Facebookut, duhet gjithashtu ta mirëmbash nëpërmjet parave, të qenurit aktiv, me like, me administratën e tjerë. Nuk janë fare në konflikt profesionalizmi nëse them që Rama këtë pjesën e komunikimit, derisa ka qenë individi i cili mund të shfaqej edhe në një kolon zanore dhe në një këngë për Tiranën, duke kërcyer tek Dance with Me mos gabohem, pra individi i cili e njeh shohun për të bërë politik, e ka pasur prioritet dhe mos harrojmë asnjëherë që në pushtet ka qenë gati 20 e ca vite, pra sa mandate kryetar bashkie, mandati ministrit kulturës dhe 8 vite kryeministër. Pra një individ i cili megjithëse tenton gjatë gjithë kohës të këndoj, të kërcej, dali bëj gjithçka të tentoj të jetë i ri, është shumë i vjetër në politikën shqiptare dhe ka akumuluar padyshim nëpërmjet dhe filozofisë vet një ndjekje të madhe në rrjetet sociale. E dim arsyen se pse ish kryeministri Berisha ka, sepse për mua në hapësirën shqiptare nuk janë vetëm shqiptarët që e ndjekin, po ta shikosh diagramën e tij, besoj që ai ndiqet shumë nga shqiptarët dhe nëpër botë dhe brenda Shqipërisë, megjithse nuk ka pasur kurrë në tendencat e veta në shohut, nuk ka pasur kurrë investimi në rrjetet sociale siç e ka pasur Rama dhe përsëri është konkurrenti ose le të themi janë aty se me 1.000-2.000 nuk ka asnjë vlerë në rrjetet sociale të bësh diferencë. Kështu që nuk sa i përket pse po doja shfaqjet më atraktive. Shfaqjet më atraktive së pari është opozita. Pa diskutim që lajm bën opozita. Duhet thënë që pse PS-ja nga një forcë politike kryesore kalon në vendin e tretë në ndjekje, unë e them qartë sepse nuk bën lojë në grup. Okej, mirë. Vetëm gjë që nuk kisha interes për dëgjuar në fakt është edhe një herë. Këta kanë ndjekës dhe këto numra rrjedhimisht mendoj që aty brenda kanë shumë më shumë të rinj në mazhorancë se sa pra ata që janë votues potencialisht të rinj në moshë biologjike, se sa të tjerët që i shohin televizor, pra fjala vjen, rockstarin e shohin televizor, babastarsin e shohin në herë në televizor, edhe përkthyesin së fundmi po aq në televizor. Pra dua të them në një sens, më fal për vizatimin. Kështu është, vetëm ilustrativ mund bëhet. Po ideja është që në një sens, një apo tjetër i kanë të rinjt që i ndjekin. Këtu dua të lidhem pastaj me i shohin, i kanë në ekranet e tyre online, celular, bëjnë batuta, i shkruajnë, i provokojnë, ku diun se çfarë i shkëmbejnë, bëjnë meme etj, por ndërkohë te kutia e votimit nuk shkojnë të votojnë. Po shumë vërtet.
Pse shpjegohet? Si duhet gjetur një mënyrë pastaj? Sepse shikojnë politikën më shumë si dëfrim. Unë kur jam ulur me këtë verë, me të rinj, po kur them me të rinj gjimnazist, jam shastisur plotësisht. Domethënë, e para njëherë se mënyra në cilën ne komunikojmë është komplet e ndryshme me mënyrën e tyre të komunikimit. Domethënë, ata shpesh na shikojnë si çështje memesh. Domethënë, shpesh na shikojnë si batuta xhinj. Pse? Sepse mënyra e tyre e komunikimit është komunikimi i shpejt, pa u lodhur shumë në analizë, pa u informuar shumë, sepse le ta pranojmë edhe këtë tjetër ne. Informacioni që i vjen atyre është sipërfaqësor shpesh. Her pas here rinia shqiptare ose rinia në tërësi nuk e ka as iden se çfarë do të thotë për shembull të arrish deri ke formulimi apo ndryshimi i një ligji. Ata mendojnë që ne punojmë aq pak. Do duhet aq pak punë për të ndryshuar një ligj se ç'duhet për të lexuar për një ditë mësimi ose më pak. Dhe kur i pyet në këtë sens, habitesh se si e kanë kaq, domethënë, kaq le të themi jo sipërfaqësore në kuptimin që ata nuk mendojnë, por kaq të thjesht mënyrën se si mendojnë për politikën, të cilën duan ta mendojnë si dëfrim tani. Nuk e kuptojnë më si përgjegjësi. Dhe me që jemi tek fact checku, edhe një herë kanë votuar domethënë diku tek 700.000 janë votuesit që kanë qenë aktiv, pastaj 620.000 që nuk janë në diferencë shumë e madhe, janë ata që shkojnë fare për të votuar, besoj aty brenda të rinj. Dhe siç po thosha, Bergji thoshte, duke nxjerr 2-3, thoshte që në Australi ja kanë bërë Belgjik dhe Luksemburg, ja kanë bërë me detyrim. I kanë vendosur gjoba ose masa administrative, grup moshës 18 deri 26 vjeç shkojnë të votojnë. Ndërkohë në Amerikë kanë dhënë para. $25 në dorë dhe 25% ka pasur boost apo ngritje apo growth për të shkuar për të votuar. Gjithmonë kjo grup mosha të rinjve. Okej, unë s'do doja ta qelbnim me lek të histori se këtu gjithmonë është fut leku pa i thonë njëri. Dhe s'është fut si motivim, është fut futur si blerje. Si blerje, si ndërvarësi, pra dy gjërat komplet ndryshme. Le ta lëm lekun. Kush mund të kishin qenë ca ide interesante nga një politikane pavarësisht nga vjen që ti çosh të rinjt, përfshirë dhe të birë mbas një viti që të votojë. Shiko, nuk është ide, domethënë Bergji ka bërë këtë revolucion që na e ka thënë, që shikoni se ka nevojë për mjete konkrete për të zgjuar. Nuk mjafton më fjala. Pa diskutim. Tani kush është problemi, nëse është përdorur paraja në Shqipëri për të bler votën, nuk ka rëndësi si kusht e tek, nuk kemi fare kësaj logjike, ajo është përdorur për të bler anësinë e votës. Prandaj edhe ne këtu sot duhet ta përjashtojmë si variabël se do duket sikur ai që ti jep para është individi i cili do të blej vendimin, jo pjesëmarrjen. Pra se ky është themeli. Kur të kanë thënë që merr kaq dhe më voto, kanë thënë voto X-in apo Y-in, se ky është themeli. Kurse Bergji thotë të shkojmë të çojmë në votime, pra të marrin pjesë, por këtë votojnë, duhet të jetë vullneti i tyre. Unë do e përjashtoja paran direkte, e cila në fund fare do të kishte qenë futje pak parash në xhep dhe shpenzim në kafene apo në një gjë tjetër pa paragjykim, si do të kishte qenë forma? Unë do tentoj gjatë gjithë kohës e të fus të rinjt në sistem, të kuptojnë që gjuha e sistemit është e domosdoshme, që do të thotë, duhet futen në rrugtimin për t'ja dalë, që patjetër mund ta paragjykosh universitetin shqiptar që nuk është më i mirë se një universitet perëndimor. Por gjithsesi merr më të mirën derisa je këtu, ë? Pra, mos më thuaj që nuk dua të lexoj sepse s'bën ky universiteti. Atë literaturën që ti jep lexoje sepse është koha jote që po ikën, jo e universitetit. Në këtë sens ne duhet gjejmë gjithë mënyrat që për aq sa kemi mundësi, ti fusim të rinjt në sistem dhe ti angazhojmë ata. Cila mund të kishte qenë? Nëse merr pjesë në zgjedhje dhe vërteton që ke qenë votues, atëherë ti merr për shembull 10% ulje nga tarifa jote shkollore, në cilin do sistem ti jesh, që është një zgjidhje. Nëse merr pjesë në zgjedhje apo voton, ti merr falas një paketë trajnimi për filan kurs profesional për një muaj, për shembull, që s'është asgjë e jashtëzakonshme. Unë do të kisha shkuar dhe në jetën e përditshme. Nëse ti merr pjesë në zgjedhje, merr një paketë falas ta zëm 2 mujore në një palestër, sepse patjetër që ne duhet shkojmë tek rinia me jetën e tyre të përditshme. Dhe problemi që kanë programet politike, ti interesat, kujdesin, atë arritjen, si do përparojnë ata dhe si do përparojnë brenda sistemit, ju duke u ankuar për sistemin. Nuk përparojnë ata nëse na shajnë gjithë ditën dhe gjithë natën, megjithëse mund të kenë të drejtë në shumë pika, ë? Çështja është a do ja dalin pavarësisht të paknejsive dhe për këtë duhet jemi të kujdesshëm. Në këtë kuptim unë do të thoja, a mund të diskutojmë, kjo është food for thought,
100% për mendimin, ë? Okay. A mund të diskutojmë që partitë e mëdha të kenë një përfaqësues së paku që del nga universiteti ka hyrë në master dhe që përfaqëson interesat e rinisë, se ne në programet politike përgjithsisht i drejtohemi për sa i përket bursave, konvikteve, elementeve të tjera, por nuk është kjo jeta rinore, le të pranojmë. Dhe përgjithsisht e bën pushteti lokal që i cili e bën me hope, me pa vizione të vërteta. Dhe në qoftë se ne do t'i drejtohemi jetës tyre të përditshme dhe angazhimeve të tyre në gjëra edhe të fare thjeshta, rinia sot kërkon, për mua është një fatalitet që rinia sot nuk ka në universitetet shqiptare menca të thjeshta. Menca. Që nuk mund të pranohet që studenti shqiptar ende të shkojë të marrë një fast food që i bën keq për organizmin e gjithçka. Pra dhe njëherë, duke gjetur element që i takojnë interesave të përditshme së të rinjve, me gjas ai del për ta fituar atë që ti ofron, por edhe kështu ti jep votën. Okej. Dhe vota pastaj do duhet të jetë detyrimisht e lirë. Po vi puna tek detyrimi për të votuar, për mua shfaqet si ndëshkim. Unë nuk jam për ndëshkime. Domethënë, nëse ti e detyron ai të merr inat, dhe në Shqipëri gjithmonë gjobitjet janë ndëshkime të cilat para gjykohen si të padrejta. Dhe kjo ka qenë përvoja në fakt. Unë falenderoj që erdhe. Ishte shumë kënaqësi, 40 minuta fluturuan kështu duke dëgjuar me vëmendje. Tani këtë pranoje prej meje, nuk kisha asnjë lloj dyshimi që do qëndroje brenda një binari, le themi, neutraliteti për thënë gjërat vërteta. Mendoj që kjo na ndihmon edhe në atë që bëjmë. Ka shumë njerëz që thonë që dëgjoj, e sigurt që do anoj. I thash, e njoh, deri në një pikë përpiqem që ta besoj. Edhe mendoj që sa mirë ata që të kanë ty aty.